sonte, e uja ja ka bo për dëkës zozo, e prej neve këtu në salë sonte e kanë vetën këllëmë enterë. Jo, zëtni Roqa, qaj është mikrofoni për dëkës? Duhet të citoj të madhi Marem Qena, i cili thoshte kështu, thoshte të pa talentumit ka një talent. Mi luftu të talentumit. Jo rastësisht thënë që mbrojtja më e mirë është sulmi, për shkak se teatrin e operës dhe baletit Ibrahim Rugova nuk ka bashkëpunu Komuna e Prishtinës, pengesa kryesore ka qenë emri Ibrahim Rugova. Kjo është LDK-ja që mundohet edhe punon gjithmonë me ana të përvetshëm, e përmendën emrin e Ibrahim Rugovës, ndërkaq vetvendosje nuk lidhet për emrat përvetshëm. Po flas më shumë si krijues, kur pisho këtu mosmarrëveshje mes qeverisë lokale dhe kësaj qendrore, po vjen jo me kesh, po me kajt, në kuptimin se ku e kalon kulturën, ku e kalon artin. Ndërsa këta kanë mosmarrëveshje jo për emër, jo për pllës, jo poshtë, jo nalt. Për një vit e gjysmë kemi prit Komunën e Prishtinës me ndo lokacionin për teatrin historia, Muzeun e Historisë Natyrës dhe teatrin arteve bashkëkohore. Një vit e gjysmë nuk na përgjigj as shkresa. Për 2 javë ditë kryetari i Fushë Kosovës, Burim Berisha, në momentin e parë që ju kemi drejtu për 2 javë, ka dhënë dispozicion. A ki numrin e protokollit ku e ke çu kërkesën se jo ku e ki, po pse s'pe deman të qëtash, ku e ki numrin e protokollit, kur hera par njët për shok këtë person edhe është kam shtime keshtë. Në rasat ti zotnijët i vjen për me kesh me mu, nivelin që për të regon këtu mu po më vjen me kajtë për i tina. Këtë zërtarin për shok për herë të parë, po më vjen interesant, do më thonë nuk e di ku jeton a jeton në Kosovë, veç një e dhonë që... Sa mirë që po njoftoni këtu të une. Shumë mundësi e mirë. Është një grupe madhe e bërë këtu ofër të fakultetit teknik. Para një dekade u pat njës si objekt atë për cilën folëm, Teatri Operas Ibrahim Rugova. E pre atëherë, në vend simfonive të Beethovenit, Verdit, Regjumullicit, Lorenz Antonit, qytetarët po ndëgjojnë simfoni të Bretkocave. Une nuk mëj me flajt natën sherri Bretkocave. Unë zotohem se çështën e Bretkocave edhe fisi shumë shpejt, pas 3-4 muajve ku me fillu dhe nuk ku me ndëgju Bretkocat për shkak se LDK-ja vjen qeverisë në Prishtinë, nuk i blokon procedurat, edhe ne kemi me trajtu, kemi largu moqalin, edhe ato ku më ndërtu teatri, operës dhe baletit. Tu i pas parasysh këtu shkëmbimet e fjalëve në mes partive të mëdha. Ne veç më vesim të i shiku. Jo shpande zotni nuk ranë. Shpande zotni nuk ranë. Urna. Po më duket që peshan pozitën e Qyqonit, tu i kru gjojt e konve, e duke pyt kujtim shalën, a more minister, për mëso problem që kjo emni Ibrahim Rugova, tipi dina din këta që këtë vetë vendosja që janë. Kështu që po rranë shpendi. Mas pari fjalla jote kundër fjallës shpendit. A je të kuptu veç magnitudën e kësaj pune, për që s'keni bo. Tungë. Ma herë tash, këj zotnia, mënyrën që shfletet që që trajton temat bëm me kajt, tash mu bon dyjat, edhe me qesh edhe me kajt. Kene kishit bo mas pari minister të kulturës? Ato që i mbulon këtu gropa. Edhe me një minister i cili ma shumë ka veprat shkrura letrare, se sa mosh është dëshmia me e mirë, edhe me këtë praktik do të vazhdojmë. A kishit bori njeri që sështë i akës? Ne ta kalojmë 11 që në pasaj flasim. Kalzom, a e kishit konsideru me bo minister, dikon që sështë politik, sështë i akës, po është profesionist fushën e vetë? Pse jo. Po e kuptoj tash që me logjikën, pse ai pas ka shku pjesë e koalicionit komandantëve me hin teatr kombëtar dhe këtu dallimi mes LDK-s edhe koalicioneve tjera. Duhet me ia dhënë urna. Një sekond, unë jam këtu djalli i Prishtinës, edhe i një këj politikant. Edhe para luftës edhe pas luftës, shta politikanë që janë aktual. Fatmir Limën e një para luftës, edhe me to jam njëftu në teatr, shuk jam.